Luizelli, fituesi i edicionit të dytë të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, është rikthyer dhe menjëherë ka sjellë ndryshime në atmosferë dhe dinamika mes banorëve. Pas e hyrjes gjatë spektaklit, Rogerti u duk të jetë i mërzitur nga prezenca e Luizit. Luizi komentoi: "Kur vdes dikush, shkon dhe merret e madhi Zot me të, inshallah në parajs. Ata që i lë këtu, vëllezërit, motrat, nëna, fëmijët, dashamirët ata e vuajnë. Është e njëjta gjë si me ty. Kur je budalla ti ke kryer punë, por vuajmë ne që të kemi këtu." I njohur për humorin e tij dhe spontanitetin, Luizi menjëherë ka sjellë energji të re dhe ka bërë që banorët të qeshin dhe të relaksohen. Shumë prej tyre tashmë presin të shohin se si hyrja e fituesit do të ndikojë në lojë, strategji dhe marrëdhënie të reja brenda shtëpisë. Sipas parashikimeve, prania e Luizit pritet të rrisë tensionet, por edhe të ketë momente argëtimi mes banorëve, duke sjellë një frymë të freskët. Dhe kështu ka ndodhur. Në darkën pas prajmit, ka nisur menjëherë debatet mes dy banorëve. Rogerti është drejtuar Luizit me fjalët: "O ti debilo legend, mua mos më prek me dora, dëgjon. Mua më dorë mos më prek, se ta tregoj vendin mirë. A më nje, i ka pasur njerëzve dikur, lëre gangsterin jashtë, tani po ta them unë lëre gangsterin jashtë, me mua mos u kap, si brenda si jashtë ta nxjerr shtyllën korrizore. Dëgjoj Bobin këtu. A dëgjon, jo me mua. O bjondi jo me mua. Mos më prek me dorë. Nuk më provokon dot. Kujdes. Nëse do të luash, luaj si zotëri që je. Mua me dorë mos më prek më." I drejtohet Rogerti, ndërsa Luizi ja kthen: "Je duke e nxirr fytyrën babait kështu. Fisti sterkaj. Kam respekt për ju, se ku e keni gjetur këtë? Këta sterkat janë të mirë, janë burra, po të them për atë Zot, me rë të madhe", deklaroi Luizi nga ana tjetër. Se si do të vijojë përplasje mes tyre, na mbetet vetëm të presim në ditët në vazhdim.